Bismillahirrahmanirrahim. Për sa i përket vlerës së madhe të 10 ditëve të parë të muajit Dhul-Hijhe ku ne ndodhemi, mjafton të përmendim ajetet kuranore ku Allahu i Madhërisëm thot wal fajr wa layalin ashr wash-shaf'i wal watr, pasha agimin, pasha 10 netët, pasha çiftin dhe pasha tekun. Betohet Allahu i Madhërisëm në agimin fillimisht, pastaj betohet në 10 netët, dhe ato net janë netët e ditëve të para të muajit Dhul-Hijhe, për të treguar që vetëm ditën, por edhe netët e tyre janë të bekuara me vlerë të madhe te Allahu Gjelle Gjelalu. Pastaj thot, pasha çiftin dhe pasha tekun. Abdullah ibn Abbasi na tregon se çifti i përmendur në ajetin kuranor është dita e 10 e muajit Dhul-Hijhe, bëhet fjalë për ditën e Bajramit, pra Kurban Bajramit, kurse teku është dita e 9 e muajit Dhul-Hijhe, që është dhe dita Arafatit, dita e mirë për të agjëruar, sikur na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij të sakta. Ndërsa për sa i përket vlerës së adhurimeve në këtë 10 ditësh të muajit Dhul-Hijhe, 10 ditën e parë të muajit Dhul-Hijhe, na mjafton në hadithi Abdullah ibn Abbasit që e transmeton Buhariu në sahihun e tij, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Ma min ayamin al-amalu salih ahabbu ila Allahi azza wa jalla min hadhihi al-ayam." Nuk ka ditë ku vlera adhurimeve të jetë më e dashur, më e madhe te Allahu Gjelle Gjelalu, se sa adhurimet që kryhen pikërisht në 10 ditët e para të muajit Dhul-Hijhe. Dhe vetë i thot në hadith, yani al-ashara min Dhul-Hijhe. E pyesin pejgamberin alayhi salatu wasalam: "Wala al-jihadu fi sabilillah?" Vet lufta në rrugt të Allahut të Madhërisëm nuk është aq e vlefshme, aq e madhe në vlerë sa adhurimi në 10 ditën e parë të muajit Dhul-Hijhe? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Wala al-jihadu." Edhe vet lufta në rrugt të Zotit nuk ka vlerë më shumë se adhurimi në këto 10 ditët e para të muajit Dhul-Hijhe. Përveç atij njeriu, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, i cili thot kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi shay, ai njeri i cili del me vetveten e tij, del me pasurinë e tij dhe nuk kthehet më me asgjë nga këto dyja. Pra sakrifikon jetën e tij, sakrifikon pasurinë e tij për hatër të Allahut Gjelle Gjelalu, vdes në rrugt të Zotit, patjetër që ky ka shpëlim më të madh nga të gjithë njerëzit e tjerë që ja dedikojnë adhurimet e tyre Allahut fuqiplot. Po të shikojmë me vëmendje, në këtë hadith madhështor të pejgamberit alayhi salatu wasalam tregohet fare qartë rasti më i mirë, rasti më i volitshëm për te i Ramazanit, për gjatë gjithë vitit, ditët më të mira për të adhuruar Allahun e Madhërisëm janë pikërisht 10 ditët e para të muajit Dhul-Hijhe. Çfarë adhurimesh duhet të bëjë njeriu në 10 ditët e para të muajit Dhul-Hijhe? Mund t'i bëj të gjitha adhurimet, përderisa nuk është specifikuar ndonjë adhurim i veçantë i cili mendohet se mund të jetë më i mirë nga adhurimet e tjera. Dhe kjo bën fjalë që një njeri mund të gjejë vetveten në një adhurim më shumë se sa dikush tjetër i cili e gjen vetveten në një adhurim tjetër. Por më e mira është nëse ne bëjmë nga të gjitha adhurimet nga pak. Për shembull, mund të agjërohen këto ditë, mund të lexosh Kur'an sa të mundesh, mund të shtosh punët e mira, mund të japësh sadaka, mund të këndosh Kur'an, mund të këshillosh me një fjalë të vetme, mund të bësh një vepër të dobishme, të jesh i dobishëm për krijesat e Allahut të Madhërisëm. E rëndësishme është që të mundohesh të shtosh veprat e mira, adhurimet e ndryshme, të jesh i dobishëm për njerëzimin, dhe atëherë do të shikosh se Allahu i Madhërisëm do të shënojë për ty. Në ditën e gjykimit ti do të vëresh sevapet e mëdha të cilat ti ka ruajtur Allahu i Madhërisëm pikërisht për ato adhurime që ti ja dedikove Allahut të plot fuqishëm.